ata këto ditë po e ndjekin çështjen. Zotëri, ministrin Koplikar të punëve të jashtme të Shqipërisë, unë e njoh që në moshën 15 vjeçare. Unë studioja për anglisht, ai studionte për frëngjisht. Tani ai është 60 vjeç, dakord? Kështu që mos pa prish këtë pjesë ditës që ka ngel, duke më përmendur ministrin e punëve të jashtme të Shqipërisë, edhe të Evropës, si ka një emër kjo ministria jon tani. Pra, është i rrënë e madhe që Izraeli ka ceduar se ka ndiku ministria jon, apo ajo ambasadorja kushërira e largët e Ramës që i ka pasra Qemones, që është ambasadorja jon në Izrael. Jo. Ka qenë presioni ndërkombëtar, ka qenë nga ana teknike, e theksoj teknike, kontributi i këtyre të juristëve, avokatërve të NGO-s Adalah, dhe ka qenë një gabim teknik, besoj unë, i izraelitëve. Ai ministri super ekstremist që ka Izraeli me ato sjellje, domethënë prej Untersturmführeri SS, sikur të ishe në Auschwitz, jo sikur të ishe në një vend që pretendon që është i vetmi vend demokratik i lindjes mesme, backfire, thonë anglezët, pra ka pas një efekt të kundërt. E përdorën për të poshtruar këto, duke i rrëdzu për tokë, me duar të lidhura e tjerë, por ka pas efekt kundërt sepse Evropa nuk i duron, qanë me dhe Australia dhe Amerika dhe Kanadaja, nuk i duron këto trajtime. Unë për shembull që i kam provu shumë keq në Shqipëri nuk më bën përshtypje. Por për Evropën ai jo shumë e madhe se quhet jo poshtërim, jo humiliation, domethënë jo torturë psikologjike etj. Burgun e Spaqit kërciste dajaku me bisht lopate, ose në institucion speciale, pak deri në dhjetorët 90-të, Shqipëri përdorshin pistolet elektrike, që i sjell tekniko importi këtu nga Belgjika. Kështu që këto gjëra për mua janë të vogla, po për botën janë të mëdha. Ai poshtërim që i ka bërë, ai tangardhik i ministrit me flamurin izraelit në dorë, këtu komandojmë ne etj, që ka qenë shumë i mirë për elektoratin e ministrit, Zvirit, sepse ato thonë, çfarë bën ministri jon, por e ka dëmtuar shumë imazhin izraelit në botë, sepse nuk kemi të bëjmë më varja dava palestinezësh. Aty kishte lloj-lloj, edhe ai që ishte nga Bangladeshi ishte shtetas anglez, ose ishte shtetas francez. Kështu që i vën pozitë vështirë ligjvënësit, pra senatorët, deputetët e Francës apo të Italisë. Ishte një deputet italian, dakor, 5 Stelle, majtis, por ishte deputet, e trajtuan si qenë. Deputetin italian e trajtuan si qenë. Pa me reagimin e Melonit për situatën. Po normal, sepse kur një deputet i majt italian sulmoi ato bodyguardët e Melonit gjatë vizitës në Gjatër, policia shqiptare ishte shumë korrekte, as e rrahu, as e lidhi, ju gris këmisha, ju gris gjaketa ati, por në përleshje me bodyguardët e Melonit, pra italian me italian, kurse këto e trajtuan si qenë. Dhe kjo, domethënë, Meloni që kush e di çfarë gjëra është komprometuese mund të kenë izraelitët dhe u detyroi që të bënte ham. Nuk është pak, ë? Dhe kur them kush e di çfarë gjëra është komprometuese, flas me kompetencë, sepse ka ndodhur nga 3 vjet më parë një mbytyje anije në një liqen në Itali të Veriut, Lago Maggiore, mos gabojmë, aty kanë vdekur sa 007 italiane dhe izraelitët Mossadit, kështu që Mossadi ka qenë shumë i depërtuar në Itali. Plus pastaj një pjesë e mbrojtjes kibernetike të Italisë për turp zotit ishte në duart e një kompanie izraelite që kishte njerëz ishte në punës Mossadit, por që kishin dhënë dorëheqjen. Pra, ishte katandis Italia ke niveli akshit shqiptar, që komandojnë kudo izraelitët, din këto sekret që është në ruajtje, po themi, informatike në zyrat e shtetit shqiptar. Pra, në një situatë tillë, Meloni u detyru nga halli që të bënte gjëra të forta. Në disa vende evropiane janë thërritur ambasadorët në ministritë jashtme për të protestuar. Kjo është shumë e rëndë nga ana diplomatike. Është gest i rëndë diplomatik, kush merr vesh nga diplomacia. Se është tjetër të shaj në gazetë punë e madhe, por kur të rritet ambasadori ndërron pazari. Kështu që u gjetën para një efekti bumerang. Reagoi bota sepse thash, nuk ishe të bësh më me palestinez apo libanez vraj se su boj qameti.
Po ashtu me Zeu tani është po afron mos ka filluar sezoni turistik. Dhe të mbysësh 40 barka, veljera, jahte, peshkarexha, duke ka qenë edhe njëri morkjator daltura pra të distancave të larta, është të krijosh rrezik plundrimi, se ajo mund mos shkojë në fund detit, mund të rri 4-5 metra, vjen kroqera, i bie çajt kroqera, rrezikohet jeta e njerëzve etj. Është çmenduri nga ana detare, është i tangardhik. Pastaj Italia ka dhe problem tjetër specifik me Izraelin. Her pas here trupat italiane në përbërje të UNIFIL-it, pra të trupave të Kombeve të Bashkuara që janë në kufirin Liban-Izraelit, janë godit me raketa, me zjarr me bëshëri, mitroloze, jo automatiku, mitroloz kalibër 50, domethënë 12 mm, kështu që kanë pas shumë incidente dhe Italia sado që mund të durojë, sado që nuk është shtet shumë serioz, është një nga 8 fuqitë më të mëdha ekonomike të botës. Ka i kufi dhe durimin në Itali, sepse mund të shpërthejnë greva demonstrata në Gjenova nga nisën anijet me armatime për shku në Izrael, mund të pengohet nafta, mallrat ndryshme, deri dhe makaronat që eksporton në Italia në Izrael. Pra të krijohen ndërlikime të dëmtohet biznesi italian dhe kryeministra e Meloni nuk është Edi Rama që varja biznesit shqiptar, vetëm kokaina të jetë në rregull sa ajo na sjell lek për këto biznese të tjera varja. Edhe po shkatërron gjithë as më prishin punë. Është problem, prandaj edhe Italia ka reaguar ashpër. Por ju thoni që pasi Bakiu të kthehet nuk do i kenë marruar telashet, se do i fillojnë edhe Shqipëri. Telashet Bakiut i ka filluar me kohë me vakt në Shqipëri. Sepse një 3 muaj më parë, 4 muaj, drejtoria antiterrorit e paditi penalisht Bakiu në prokurorinë e Vlorës për nxitje, për çarje, urrëtie fetare, grindje, se çfarë është një nen që i ngjan shumë nenit 55, nen kodin penal tanishëm, pra një forë propagande dhe agitacioni, po